Të nderuar teleshikues të emisionin Simfonimi Mbrëma, sot do të jemi në studio me një personalitet të njohur dhe me vlera të qytetit tonë. Karriera e tij lidhet ngushtë me natyrën. Ai është mësues biologjie në Gjimnazin e Vlorës Ali Demi, gjithashtu është drejtuesi i organizatës jo qeveritare SEP, që do të thotë Social Education and Environment Protect. Me ne në studio Simon Ribaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni, si kaloni? Faleminderit, përshëndetje gjithë dëgjuesve. Zoti Ribaj, a mund na bëni një përshkrim se çfarë është SEP? Për një pjesë të shikuesve të cilët nuk e kanë këtë informacion. SEP është anglisht normalisht, sepse ne bashkëpunojmë gjerësisht me të huajt dhe këto na imponojnë çike edhe terminologjinë e huaj. Social Education and Environment Protection do të thotë që është një OJF në formatin e saj zyrtar dhe angazhohet me çështje sociale të komunitetit dhe me natyrën, me mjedisin dhe ndikimin që kanë njerëzit në natyrë, ose edhe në të kundërt benefitet që marrin njerëzit nga natyra. Pra për t'i lidhur bashkë dhe ta njohim natyrën, po dhe të dim ta përdorim atë, që ta përdorim në mënyrë racionale për sot, po të lëm dhe për nesër, dhe për të ardhmen dhe për brezat. Kjo është çështja më delikate që ka nevojë të trajtohet në lidhje me natyrën. Trajtimi bëhet në një nivel teorik apo edhe më gjerë në atë praktik, në formën e aktiviteteve? Ne po bëjmë 11 vjet në komunitet, edhe nuk kemi qenë shumë teorik në punët tona, për faktin sepse teorika pas shumë, por marrëdhënia e njerëzve me natyrën ka çaluar më shumë. Ka pas nevojë më tepër për informacion konkret, praktik, në natyrë, në terren, duke angazhuar edhe njerëzit në natyrë, dhe sidomos të rinjt, për shumë arsye të rinjt, sepse të rinjt janë më aktiv nga natyra e tyre, është mosha, por edhe janë më të angazhueshëm, edhe kanë më shumë energji, por duam që t'i edukojmë brezat, që brezat të jenë të kujdesshëm me natyrën, ta njohin dhe ta duan atë, të dinë si ta përdorin atë. Kështu që kemi qenë shumë në terren dhe më pak në zyrë me çështje me studime, pavarësisht që edhe këto s'kanë munguar, studime, kërkime shkencore, sidomos për çështjet e detit, që është çik mjedis delikat, është më delikat deti se sa toka. Është delikat deti. Përse është delikat? Po. Vetë mjedisi fizik i detit, duke qenë sistem ujor, përhapen më lehtë për bërësit, ndikimet e njeriut, mbetjet, presionet e jashtme, që ne emetojmë në det, dhe ato përhapen më lehtë, dhe kontakti i kafshëve ujore me lëndët e tretura në ujë është shumë ka më shumë impact se sa me gjithë mjedisi në tokë, sepse shumë lëndë në tokë mund të izolohen. Absolutisht. Siç ka për shembull gropa septike që quhen në shumë raste, edhe për mbetje, edhe për inkapsulime, lëndë kimike e tjera, dhe ngelen aty. Pak janë që mund të emetojnë me ujërat në toksore, ndërsa në det, pothuajse të gjitha lëndët treten, pothuajse, dhe përhapen edhe gjitha ekosistemin, pavarësisht sepse ndodh një dëm, një derdhje nafte në një vend, apo një substancë tjetër, apo ujërat e zeza, apo detergjentët ato, apo lëndët kimike, apo kimikatet bujqësore, ato përhapen në ujë. Dhe është e vështirë të izolosh. Dhe këto ndikojnë drejt për drejt në jetën e kafshëve ujore, sepse uji pra ato është në kontakt me shumë afër në kontakt me gjakun, tek velzat e peshqve, dhe futet shumë lehtë në gjakun e tyre, dhe ndikon shumë në kimin e organizmave të tyre. Dhe ne sot i gjejmë në trupin e peshkut, por jo thjesht në aparatin tretës, se kjo është marrë vesh, që gjendet plastik. Kemi fokusuar plastikën si problematik të madhe të kohës, por ne po i gjojmë plastikën në përmasa nanometrike në gjak, ose në inde, në qelizat e mëlçisë së peshkut, ose të peshkaqenëve, që po merremi konkretisht tani kohët e fundit, po merremi specifikisht me peshkaqenë. Në çfarë mënyre specifikisht?
Specifikisht e para me identifikimin e tyre njerëz se janë të pastudiuar mirë, të panjohur mirë. E para, e dyta, t'i regjistrojmë ata dhe të ndihmojmë edhe ministrinë që të njohë një realitet të peshkaqenëve në zonën tonë, sepse po ballafaqojmë me realitetin, me ato që janë deklaruar që nuk përputhen. Nuk ka të dhëna të sakta, nuk ka database të sakta në Shqipëri për peshkaqenët. Ne po gjejmë një informacion krejt ndryshe nga ato që po gjejmë, sepse ballafaqojmë me studimet që janë bërë më parë, me njohjet që janë bërë më parë. Siç e shikojmë dhe në monitor. Po. Këto janë disa specie, këto janë disa nga speciet që ne kemi studiuar dhe shkojmë deri në patologjitë e tyre që tregojnë cilësinë e ujit të detit, ato që ne thamë për substancat e ndryshme që gjenden deri në trupin e tyre dhe në mëlçinë e tyre, ose gjejmë fillesa të tumoreve në aparatin tretës të tyre, ose në organet... Shkaku janë mbetjet, apo jo? Shkaku është gjithmonë presionet humane, njerëzore, mbi ekosistemin detar, mbi ujin. Dhe ajo që isha duke thënë që diku ndodh ajo përhapet kudo. Dhe ai deti është shumë delikat. Është delikat edhe për një arsye tjetër, sepse deti është jashtë vëmendjes, nga që ne jetojmë në tokë, nuk jetojmë në det. Ja për shembull një pamje aty, që kemi bërë diseksionin e peshkaqenit, ky është një peshkaqen mustelus. Dhe nga analizat, sepse kemi dërguar në laboratore shumë special, në mëlçinë e këtij kemi gjetur nanoplastik të peshkaqenit. Që ky duket i shëndetshëm. Aq shumë thellë ka shkuar. Aq shumë plastik është përhapur në det. Aq shumë. Deri në nivelin qelizor. Ne flasim për nanoplastik, po brenda qelizave. Kjo është e tmerrshme. Flasim brenda mishit, kemi plastikën tashmë. Dhe gjithë kjo nga pakujdesja njerëzore, që hidhen plastikat në menaxher. Cila mund të jetë zgjidhja e kësaj? Referuar dhe është edhe vetë fuqishme apo jo? Zgjidhja është çike vështirë për faktin se plastika është futur aq fort, është aq thellë në jetën e përditshme, është përhapur aq shumë në jetën e përditshme, përdorimi i plastikës, saqë nuk kemi se ta zvendësosh sot që ne po flasim. Ne kemi shumë sende tonat që përdorim prej plastike, por aktualisht jemi duke folur për plastikën që janë ambalazhet kryesisht që nuk mirë menaxhohen, që duhet ricikloheshin të gjitha. Sidomos qeskat e përditshme, bidonat, ato që janë me rëndomta dhe ne mund t'i shmangim shumë prej tyre. Dhe do kohë të madhe derisa t'i shmangim të gjitha. Ne kemi rrobat tona, fibrat janë fibra plastike dhe lavatricet tona ku rrobat hollohen që vjetrohen, do të thotë që materiali tyre, fibra plastike tyre ikin me ujin e lavatricet dhe ku i çojmë në det shkarkohen të gjitha. Pra mendoni sa i madh është ky problem, është jashtëzakonisht i madh problemi i plastikës. Po e para ne duhet ta propagandojmë që ta dëgjojnë, ta dinë njerëzit dhe gradualisht kur e dinë një gjë fillon dhe mendon për të se si ta eliminosh, se si ta largosh. Plastika duhet zvendësohet. Gradualisht, sa më shpejt iki, po bëhet pjesë sepse mbete ka shumë lloje, po ne pse te plastika, sepse për faktin se plastika ngelet plastike përjetshme. Do shumë kohë nuk është e përjetshme. Kur themi është e përjetshme, nuk ja fusin kohë të thonë jo 100 vjet, jo 50 vjet, jo kjo 600 vjet. Plastika është e përjetshme sepse molekulat e plastikës janë prodhuar në kushte natyrore të veçanta, trysni dhe presioni, industri të veçantë. Dhe nuk ka faktor të tillë në natyrë që ta shpërbëjnë atë kimikisht. Plastika që ne nuk e shohim me sy do thotë është thërmuar. Po ajo grinca mikroskopike është plastik dhe do ngelet plastik. Kjo është shumë e rëndë, po është çike vështirë ta kuptojnë, ta perceptojnë gjithë njerëzit që të fillojnë të largohen prej saj, të fillojnë ta distancojnë plastikën. Të paktën një moment të ndalojmë. Dëmi është bërë shumë i madh në natyrë, po të paktën një moment të ndalojmë. Dhe për të gjitha arsyet, natyra, shiu, uji, era, në det i çon të gjitha. Keq menaxhimi në det i çon. Përjashto rastin e atyre që riciklohen. Riciklimi është mrekulli. Riciklimi është ajo pjesa më e mirë që ne mund të bëjmë me plastikën që sot po përdorim. Dhe do ishte mrekulli e madhe sikur ne të fillonim çdo fibër plastike të mos shpërndajë natyrë, po të riciklohej dhe derisa të zvendësohet dhe plastika duhet të zhduket fare nga përdorimi. A mund të hartohen politika të cilat sankcionojnë prodhimin e plastikës ose shëndetësimin e tyre me karton? Po patjetër. Edhe qeveria shqiptare ka ndërmarrë iniciativa të tilla, po në zbatimin e saj është çik dobët.
është goxha dobët. Për shembull, para 2-3 vjetësh u vendos të ndalojnë plastika qeskat e holla një përdorimshme poshtë 35 mikron. Por realisht, faktisht ne i shohim filluai të zbatohej, por nuk u vazhdua të kontrollohej tregu. Dhe sot ne gjejmë shumë plastika të tilla. Kjo ishte një masë e mirë. Për mua më e rëndësishme është që të thuhet dhe të dëgjohet që të kuptohet si problem, se po kuptohet si problem. Nuk ka njerëz të këqij, nuk ka njerëz që se duan natyrën, nuk e duan të ardhmen për fëmijët e tyre, për brezat që do të lërë. Ka njerëz që nuk e kuptojnë rëndësinë e Po natyrës. duhet ta kuptojnë, çështja është që duhet ta kuptojnë. Kjo është. Unë besoj se problemi qëndron sepse ky problem nuk është në formë direkte, është në formë indirekte. Njerëzit shumë ju trajtuat problemin e plastikës në det, apo jo? Njerëzit apo dëgjuesit thonë është një problem që nuk prek direkt ne, janë indiferent, por nuk e kuptojnë që problemi kalon sepse ne për shembull jemi konsumator të gjës së gjallë, apo jo, gjë që shfaqet në mjedisin ujor apo toksor. Pra ideja është ndërgjegjësimi i njerëzve lidhur me këtë temë, apo jo? Shumë e rëndësishëm, po. Është shumë e rëndësishëm njerëzit të dinë se kur dinë të veprojnë. Nuk ka budallënj. Kjo nuk është çështje të zgjuarsh apo budallënj, kjo është çështje sa dinë për gjërat. Dhe kur dinë, atëherë dinë dhe të reagojnë. Dinë të bëjnë pozitiv njerëzit. Nuk është faj njerëzve që s'dinë, është faj atyre që dinë çmë shumë që ja tregojnë të tjerëve. Ose tek zbatuesit e ligjit, u vendos ligji të ndalohet qeska, të ndalohet. Të ndalohet. Duhet të kontrollohet, duhet të monitorohet zbatimi i ligjit. Jo, themi kjo dhe pastaj s'dim se çfarë bëhet. Një individ ose një grup shoqëror i cili ka dëshirë të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit, si mund të kontaktojë me ju? Ne jemi shumë publik në Vlorë, njihemi dhe se mos rrjetet sociale na kanë lehtësuar jashtë mase komunikimin me njerëzit në distancë, për hapjen e informacionit, njohurive, të rejave tona, studimeve, kërkimeve, promovimet, ruajtjen, mbrojtjen e natyrës. Është shumë e lehtë, të paktën nëpërmjet rrjeteve sociale, për faktin sepse ne kemi dhe shumë antarë zyrtar, kemi 1600 sa antarë, dhe komunikimi është shumë i vështirë përmes kontakteve të thjeshta. Dhe rrjetet sociale na kanë lehtësuar shumë, sepse aty është shumë dinamike marrëdhënia me njerëzit. Na shkruajnë, ju shkruajmë, ose kemi një grup në Facebook, grup shumë i madh me antarët tanë, që kur kemi një aktivitet e bëjmë aty njoftimin për antarët tanë. Dhe disa ata që janë antarët tanë, tek ai grupi aty, marrin njoftimin dhe i bashkojnë aktivitetit. Kjo na ka lehtësuar shumë. Ne kemi pas çik problem me Instagramin, që kur ka dalë Instagrami, dhe të rinjt janë vetëm te Instagrami, e kanë braktisë Facebookun, ndërsa Zuckerbergu aty s'na ka dhënë mundësinë që të bësh një grup të madh njerëzish në Instagram. Kjo na ka dëmtuar. Po, është e vërtet. Kjo na ka dëmtuar. Komunikimin me të rinjt. Absolutisht, sepse ju siç e thatë ju të rinjt janë pjesa më aktive e shoqërisë. Absolutisht. Një pyetje, unë si një nxënës juaj, a ekziston në grupi naturalisti? Absolutisht. Grupi naturalisti është i lokalizuar tek gjimnazi, por jo vetëm. Se dhe misioni naturalistit është që të përhapi, të rrezatoj njohuri për natyrën edhe në komunitet. Sepse gjimnazi Alidemi është shkollë elitare, kjo dihet nga të gjithë, edhe në nivel kombëtare kemi pas në të parën nivel kombëtar. Brezi kur isha unë, mos gaboj. Po, dhe ka vazhduar. Pra, dhe normalisht duke pasur një nivel shumë të lartë, duhet që ky institucion të jetë pjesë integrale e komunitetit, gjithë komunitetit, të rrezatoj për gjithë komunitetin, dhe ne vazhdimisht bëjmë shumë aktivitete me klubin e naturalistëve të gjimnazit, duke përfshirë edhe ata që kanë qenë më përpara, edhe qytetarë që na bashkohen të profileve, të formateve të ndryshme, që duan natyrën. Cili do të jetë aktiviteti i radhës në mënyrë që stafi i emisionit me naturalistët? Po, ose edhe me do t'ju ftojmë. Me naturalistët jemi duke projektuar, se duke qenë që flasim për natyrën, janë të ndërvarur aktivitetet edhe me stinët, me klimën. Për shembull ishim një aktivitet në janar në malin e Çikës, por nuk mund shkojmë shumë larg se ishte bora. Dhe kemi lënë që do bëjmë një tjetër deri në maj, të vemi përsëri në malin e Çikës, për të shkuar deri në maj. Ju personalisht, çfarë ju pëlqen më shumë, mali apo deti? Gjithë natyra. Dhe jemi me fat që jemi në Vlorë, që natyra e Vlorës është komplekse dhe i ka të gjitha.
Nga Maja e Malit deri në thellësinë e detit, jo shumë thellë, po deri diku thellësitë të detit, që unë i vizitoj, që janë pjesa ime, që i dua shumë dhe që shkoj shpesh dhe marrë dhe të tjerët me vete, që të angazhojmë sa më shumë njerëz, sepse kur e shef, kur e prek, kur ja aty pranë, edhe e shijon, edhe e përjeton, por duke e njohur dhe do më tepër dhe kujdesesh më tepër. Kjo është ajo e fundit që ne duam të përçojmë, qoftë me naturalistin, qoftë me organizatën e SEP-it, qoftë me vizionin gjelbër që merret më tepër me pjesën gjëra më të mëdha jashtë qytetit. Vetëm duhet pranë natyrës, po nuk vajte, po nuk e preke, po nuk e njohe, është e vështirë ta duash dhe të kontribuosh diçka për të. Duhet jetosh aty. Dhe fatkeqësia për detin është ajo që thamë çfarë që nga që ne jetojmë tokë dhe si jetojmë në ujë, nuk i vëmë shumë vëmendje. Absolutisht. Detit. Pa ishte më rëndësishme se sa toka. Jeta ka filluar nga deti dhe ka dalë në tokë. Dhe jeta në tokë është e varur nga jeta në det. Ajo është shumë e rëndësishme. Po njerëzit nuk e dinë shumë. Në çfarë kuptimi jeta ka filluar nga deti? Ka lindur në ujë. Jeta e planetit tonë ka lindur në ujë, sepse është e tillë e ndërtuar edhe sot, edhe ne sot që jetojmë në ujë, ta bëjmë të biologjike, edhe ne sot që jetojmë në ajër, qelizat tona janë në ujë. Po, sepse janë në ujë, të zhytura në ujë, që lagen komplet nga ujë. Po doli jeta në tokë, ka qenë një evolucion shumë i rrallë, shumë i veçantë, që mundësoi tharjen e lëkurës, që ne mbajmë brenda 70% të ujë. Kjo thotë që qelizat tona janë në ujë. Ndaj dhe jeta fillimisht me qelizat e para, detyrimisht që kanë ndër në ujë. Sepse ky është ndërtimi qelizor, pa ujë se ekzistojnë qelizat. Nuk ekzistojnë nga ana strukturore rreth të parë. Pastaj shkojmë te funksioni. Le të ngelemi tek uji. Praktikisht. Unë kam parë nëpërmjet mediave sociale që ju jeni apasionuar shumë me botën në ujore. Çfarë ju ka bërë ju të jeni kaq shumë i lidhur me të, sidomos me zhytjen, me eksplorimin e saj? E para e shijojmë natyrën. Që të shkosh në natyrë, të bëhesh një me natyrën, është ndjesie e jashtëzakonshme, ndihesh shumë mirë. Kjo është njëshi. Ne bëjmë shumë punë, po jo të gjitha punët japin shumë kënaqësi. Ajo është një super kënaqësi, kontakti me natyrën. E dyta pastaj është eksplorim. Eksplorimi është gjithmonë kurreshtje. Edhe gjithmonë shikon gjërat e reja, gjërat pa njohura. Dhe më ndihmon pak edhe të qenurit biolog, më ndihmon që edhe i njoh gjërat. Dhe e kuptoj se çfarë është. Ndryshe një sy që si njeh gjërat mund t'i bëj të anashkalojë suje për rëndësi si diçka janë. Thonë që flasin vetëm për mund të flasin vetëm për peshkun, ose për yllin e detit, ose për iriqin, ca gjëra kështu shumë të dukshme, po aty ka aq shumë jetë, vitalitet, në një copë guri të vogël që ta nxjerrësh mbi ujë dhe ti shef asgjë aty ka miliarda gjallësa që jetojnë. Lidhur me një temë të përafërt me këtë, lidhur me daterin, problemin e daterit, çfarë mund të thoni për të? Pasi është dëgjuar shpesh në media, apo jo vetëm? Kemi bërë një studim shumë analitik për ekosistemin e daterit, për gjendjen e tij, dhe problemi më madh qëndron me habitatin e daterit, sepse nga që përdorin si ushqim, dhe si e thamë dhe që parë, që njerëzit nuk janë të këqij, po nga pa dia bëjnë të këqija. Edhe dateri nuk rrezikohet të zhduket, pavarësisht që është thyer komplet shkëmbin ujor i Karaburunit. Për këtë arsye, nga ana e brendshme e gjirit, po sepse ai jeton brenda në shkëmb, aty rritet. Rritet duke ngrënë shkëmbin dhe krijon folen shpinën e tij, dhe nga që dateri ka këtë aktivitet kaq të famshëm që ha shkëmbin, është mitizuar për njerëzit, kujton njerëzit sikur ai është një gjë e rrallë, jashtëzakonshme që po të hash atë
Qa do bëhet, pra, do hash shkëmbin. Ndërkohë që s'ka asgjë të vërtetë të tillë, nga të gjitha studimet, biokimia e daterit është e ngjashme me gjithë molusqet e tjera. Ashtu siç mund të konsumojnë molusqet e tjera apo e njëjtë. Por problemi që ndron me daterin nga që thyen shkëmbinjt dhe sipër shkëmbinjve ka jetë shumë vitale. Kjo është e thjeshtë për ata që duan ta eksplorojnë, ta shikojnë detin. Sepse deti s'është vetëm mblumbi vetë, duhet fusësh kokën poshtë ujit të kuptosh çfarë ka deti brenda. Dhe sipërfaqja shkëmbore e Karaburunit, në gjithë pjesën e brendshme është e gjitha errët, e gjitha është thyer me çekiç, me skrapello. Për këtë qëllim apo jo? Për të nxjerrur daterin. Dhe një njeri që do shofi këtë pjesë dhe të shkoj matan shpellës Axhialis, se deri aty kanë ardhur këta që po. Andaj matan do shikojnë një jetë krejt tjetër, një sipërfaqe shkëmbore shumë vitale, me ngjyra të jashtëzakonshme, me një mori të madhe gjallësash detare, është një parajse të ra, që ke qef të rish aty ta shohësh gjithkohën. Ndërkohë që këta kanë thyer. Shiko, se pari doja toja diçka lidhur me daterin, më ka bërë përshtypje para disa kohësh që kam dëgjuar dhe parë turistë huaj të informuar që në Shqipëri ose konkretisht në Vlorë gjendet dater dhe kanë ardhur apostafat. Është e vërtetë. Vetëm për këtë gjë thjesht kurreshtja. Është e vërtetë, por fatkeqësisht dateri është ndaluar me ligj të posaçëm. Vjelja, transporti, konsumi, edhe ai që ha. Edhe ai duhet të dënohet me ligj. Jo vetëm ata që tregtojnë, që gatuajnë, që thyejnë, që dhe fatkeqësisht janë shumë lokale në Vlorë që gatuajnë dater, që shkon atje dhe të servirin dater. E maskojnë aty tek ajo menuja. Absolutisht po. Por në fatkeqësisht kemi gjetur në një nga lokalet e Bregdetit para një viti që ishte edhe në faturën fiskale. Dater marinara. Dater marinara në faturë. Shikoj, për sa i përket zhytjes. A mund të bëhet ajo në mënyrë amatore apo duhen infrastruktura apo mjete për këtë gjë? Zhytja ka zhytje me pajisje dhe zhytje pa pajisje. Është në bazë të thellësisë apo jo? Jo, varet nga preferencat, nga mundësit. Pastaj pajisjet janë pajisje të thjeshta. Zhytja pa pajisje është ajo natyralja. Po. E trashëguar gjenetike e njeriut. Ndërsa apnea, ndërsa me pajisje ka pajisje të lehta me maskën dhe me tubin dhe me lopatat, snorkeling. Ajo përsi tek apnea hyn, po këto pajisje të lehtësojnë. Pra e maska shumë e rëndësishme. Unë do kisha qejf që gjithë njerëzit që vënë në det kishin një mask ujë sepse do shohin një botë tjetër aty. Shumë pak njerëz shikon me maskë në det. Pa ata që s'kan maskë nuk shohin asgjë. Asgjë nuk shohin, e quajnë detin kështu të kaltër, aq. E mund të shohin një peshk në një gjë të vogël. Me maskën shoh shumë gjëra. Ndërsa pajisjet e diving të skubës, ato pastaj janë shumë të veçanta dhe ato duan trajnim shumë specifik. Për çfarë arsye trajnim? Po duan shumë trajnim sepse ato njeriu kur zhytsi nuk përdor reflekset natyrore të zhytjes. Edhe këtu ngatrohen edhe kompleksohen edhe ka pas probleme disa ata. Aty do një trajnim shumë të mirë dhe do të jesh thjesht një teknicien i përdorimit të pajisjeve. Nuk përdoret forcë, nuk përdoret energji, nuk përdoret shumë gjëra apo frymarrjet kështu apo ashtu, do të zbatosh disa teknika që janë jo natyrale. Nuk lidhet me pjesën reflektive të njeriut, që vetë njeriu kur zhytet vetë, që rri vetë e thellë, çohet këtu. Ndërsa këtu ka thjesht pajisje. Sa kohë duhet të mësohet kjo gjë? Po nuk do shumë kohë, jo mjafton të shkosh ka kurse që trajnojnë. Për këtë kemi dhe në qytetin tonë, ka specialistë shumë të mirë që bëjnë trajnime vetëm për të çështje. Dhe ka shumë të mirë. Dhe duhet bërë, dhe kjo është këshill absolute për të gjithë ata që duan të zhyten me pajisje me bombulat me ajër, duhet patjetër të trajnohen sepse nuk ka lidhje zhytja me bombula me zhytjen pa bombula. Zhytja pa bombula është natyrale, kjo është teknike. Dhe pa një rregulla teknike në ujë ka ndodhur disfata, ka ndodhur shumë disfata. Ne për shembull shikoni aty që bëjmë disa element bazë të skubës me të rinjt.
sepse e para duam njerëzit t'i prekin, t'i shohin, t'i njohin dhe të dinë përse përdoren. Shiko, ajo bombël, sa kohë, une nuk është se kam një ori shumë specifike, por sa kohë mban ajo në ujë? Po, konsumi i ajrit të bombulës varet plotësisht nga thellësia. Trysnia? Nga trysnia. Sepse në trysni më të mëdhaja, në thellësi më të mëdhaja, volumi i ajrit që përdor mushkëria për të kundër përgjigjur presionit të ujit është më e madh dhe konsumohet më shpejt. Në sipërfaqe konsumohet më pak. Këta duke mësuar element fillestar të zhytjes, që të bën eksplorator të mirë të natyrës. Ndërsa në këtë rast kemi të rinj do të zhyten snorkeling, jo me bombula, ndërsa me bombula është ekipi i gatshëm që i shoqëron ata, që shoqëron të rinj në ujë, për të qenë... Pak a shumë është e ngjashme me edhe me parashut, apo jo, që duhet gjithmonë një person që të ndihmojë? Patjetër, sepse flasim për amatorë, dhe amatorët duhet të kenë një shoqërues për siguri, pavarësisht se s'kem asnjë problem, por duhet siguria. Dhe kemi njerëz të gatshëm, të përgatitur për atë punë, që janë gati rrotull të rinjve, që po të ketë ndonjë problem, t'i ndihmojnë. Por ta përgjithën me snorkeling. Shiko, ne në këtë pikë të bisedës kemi trajtuar si malin dhe detin dhe peizazhin e Vlorës. Por pyetja është, çfarë mungon Vlorës? Asgjë si mungon, vetëm mendje do Vlora. Të kujdes do ta ruash. Të huaj për shembull që sa ke pasur ata që shikojnë nga një këndvështrim më larg, të thonë diçka më të saktë, sa ne kemi brenda gjës këtu. Thonë mrekullohen me Vlorën dhe thonë vetëm ruajeni. Vetëm ruajeni, kaq thonë. Vetëm ruajeni, se s'ket si mungon asgjë këtij vendi. Vetëm çfarë dëmtojmë ne, çfarë prishim ne. Po flas për Karaburun e prishme, kemi prish ne. Atë Perëndia ka bërë mrekulli të jashtëzakonshme, që tani e shohim nga ana mbrapa e Karaburunit. Po shumë larg, pse të mos ishte këtu? Siç ka qenë, siç ka pas Perëndia, sepse njerëzit do kishte më shumë turizëm, do kishte më shumë të ardhura Vlora, ose vetë vlonjati kur shkon dhe zhytet kënaqet. Është një kënaqësi pafund kur shikon në ujë një botë tjetër që se kanë jetë në përditshme, ose se njohin dhe fare, shumë njerëz nuk e njohin fare. Dhe ata që vjen det pa maskë, ta them që nuk e shijojnë, nuk e përjetojnë këtë kënaqësi. A ekziston mundësia që Karaburuni apo edhe Sazani të kthehet në një jo thjesht pikë turistike, por të marrë jetë më shumë? Ose të kthehet në një lloj mini qytete Karaburuni ose në këtë formë gjithmonë? Pasuria është e jashtëzakonshme, është e pamatshme. Dhe ne duhet ta zhvillojmë Vlorën dhe na duhet dhe turizmi, sepse sjell të ardhura. Madje turizmi është një industri e pastër. Vendet si ne që jemi në hapat e para të zhvillimit intensiv të turizmit, janë befasuar me problemet e turizmit. Ju kanë pëlqyer fondet parat që kanë ardhur, por gjithë ata njerëzit që vinë do të lënë gjurmë në mjedis. Dhe problemi bëhet i madh nëse nuk ke kujdesim, nëse nuk di ta ruash natyrën, mjedisin, nëse shërbimet janë të mjaftueshme, ajo të jep një feedback negativ. Shumë vende turistike të botës kanë dështuar, sepse janë kënaqur nga turizmi i madh, po nga mos menaxhimi i mirë i natyrës, u është dëmtuar natyra në nivel tillë që s'të ka vlerëtur më. Ne këtë duhet të bëjmë, duhet të gjejmë ekuilibrin midis zhvillimit të turizmit dhe ruajtjes së natyrës. Kjo është shumë e rëndësishme. Potenciali është i madh, por duhet të dimë ta menaxhojmë atë. Që nga momenti ku ne shohim që dëmtohet në formë masive, për masa të mëdha disa faktorë dëmtues të natyrës, kjo të jep përshtypje të mirë. Në këtë pikë të bisedës le të kthehemi pas në kohë. Dhe dua t'ju pyes cilët kanë qenë faktorët që ndikuan që ju të ndërmerrni këtë nismë, hapjen apo themelimin e SEP-it dhe organizatorëve të tjera lidhur me mjedisin. Profesioni im biolog më shumë i lidhur me natyrën, me gjallësat, me jetën. Okej, po jo të gjithë biologët janë kaq aktiv. Të bëjnë më të ndjeshëm. Pastaj ka të bëjë dhe ndoshta specifika vetë njeriu, sepse ne të ndryshëm jemi, kemi ADN të ndryshme, jemi të ndryshëm dhe ndoshta ka të bëjë dhe natyra vetë, natyra ime që më lidh më tepër me natyrën. Dhe pjesa e dytë, pastaj pjesa tjetër, profesionim si mdhënjes është që jam edukator. Dhe nga edukator të shkollës, si thamë, ne duhet ta nxjerrim veten, të bëhemi edhe edukator të komunitetit për çështje specifike.
Absolutisht. Për çështjet e natyrës, që nuk kanë njohuri të mjaftueshme, shumë gjëra si din, apo me studimet që ne bëjmë, ose studimet që bëjnë të tjerët dhe ne duhet t'i shpërndajmë me komunitetin. Pra janë këto dy pjesë, biologjia dhe edukimi, që më bëjnë dhe të angazhoj veten dhe të tjerë, po dhe t'i promovojmë për edukim komunitar. Po disa na kategorizojnë, na quajnë si edukator të komunitetit. Edhe ky emision që po bëjmë për shembull. Për çështje specifike. Absolutisht. Për ju dhe atë që ju drejtoni, në thelb të gjithë kësaj është natyra, apo jo? Po. Por cila është lidhja e sot me njeriu me natyrën? Në çfarë raporti ekziston? Kjo është e komplikuar. Dhe sa mirë do ishte sikur ta kuptonin të gjithë këto. Përse? Dhe sa mirë do ishte ta kuptonin vendimarrësit këtë. Sepse ne jemi pjesë e natyrës dhe kemi të drejta të plota në natyrë. Po. Si gjithë gjallësat e tjera të kësaj natyre. Dhe do ta përdorim natyrën. Madje më shumë se gjallësat e tjera, flasim si që një biologjike tani, Pali inteligjencës ne kemi përdorur më shumë. Ne e mbi përdorim. E përdorim më shumë nga të tjerët, po dhe e mbi përdorim. Përsëri, duke qenë që unë tani s'jam vetëm që një biologjike, po jam dhe human si gjithë të tjerët, jam dakord me këtë pjesë. Ne, ndryshim nga gjithë gjallësat e tjera, e përdorim më tepër natyrën. Le ta përdorim. Por problemi që ndron, që ne po e mbi përdorim dhe po e shkatërojmë, përveç pjesës së nevojshme që ne na duhet, nuk e kursejmë, nuk e ruajmë dhe nuk e zhvillojmë atë. Ky është problemi më i madh. Dhe gjithë shoqëria njerëzore, po shme theksuar Shqipërisë, jemi shoqëri më e prapambetur, por në gjithë botën ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë ky problem që gjendet ekuilibri midis natyrës dhe zhvillimit. Se shumë bukur flasim për turizëm, është zhvillim. Po duhet flasim dhe për natyrën, për ta ruajtur, sepse ti jep sot një bum turistik, por nesër falimenton fare, sepse në kjo natyrë që ti të sillte njerëzit, nuk i hyn më në punë njeriu. Ndaj këtu duhet gjendet ekuilibri. Flasin ekonomistët me të drejtë, flasin operatorë turistik me të drejtë, sepse do zhvillohet ekonomia turizmit, dakord. Ne s'jemi kundër. Po duhet gjesh një ekuilibër me natyrën. Absolutisht. Që të mos e mbishfrytëzosh. Ose pritet pylli, kemi nevojë për ngrohje. Po shumë mirë ajo mund të menaxhohet, siç e ka dhe ligji, bashkia do gjejë një vend që nuk dëmtohen gjë dhe ato druta ose janë disa të thyra të prera, ato shpërben. Më mirë të shpërben tek furri apo tek soba e këtij njeriu se sa të shpërben atje në natyrë, se karboni ato do ta emetojnë, sa të shkojë. Le të mbulojmë botaninë. Ose të mbjellin pemë, ose zjarri. Zjarri është ekstremisht gabim, është katastrofik. Po, edhe do të shpesh që zakonisht personat që kanë bakti që e bëjnë me qëllim nga padia. Padia. Se ata po ta dinë mirë, nuk do ta bënin. Ndaj ne që dim diçka më shumë është mirë ti themi turi themi. Se ideja është që për ata më e rëndësishme janë lopët e ditë se sa natyra apo jo. Po aq din. Po të dinë çik më shumë nuk do ta bënin. Kjo është çështje dijesh dhe duhet i përhapin këto dije dhe media kjo është shumë e rëndësishme. Roli juaj është jashtëzakonisht i madh sepse ju futeni në shpinë e çdo banori pa trokitur nëpërmjet televizionit. Dhe është shumë i rëndësishëm pozicioni juaj që të çoni informacion, sensibilizim, ndërgjegjësim, sidomos për gjëra madhore. Çfarë fitohet nga një zjarr i madh, vetëm shkatërohet, pa digjet natyra, po ekosistemi, po bim, po kafsh, po gjithë ato ekuilibra që shkatërrohen aty, po gjithaj karbon që çojmë në atmosferë nga djegja dhe po gjithaj karbon që do kapin këto bim që ne i dogjëm. Dhe për të mbjellur s'mbjellim gjë. Ama fitojnë toka. Nuk fitojnë asgjë, ashtu ju duket sikur fitojnë, por nuk fitojnë asgjë. Një tokë e djegur, çfarë të fitosh nga një tokë e djegur? Bet safi e bari atje për ato delet aty. Zoti Ribaj, le të kalojmë në një hapësirë publicitare dhe të rikthehemi sërish në studio. Ne ishim duke diskutuar me zotin Simon Ribaj lidhur me natyrën, organizatën SEP që ai drejton dhe shumë aktivitete të tjera. Ne u ndalëm deri tani në lidhjen me raportin që ka njeriu me natyrën. Folëm deri diku për lidhjen e tij me detin, tani të kalojmë në anën tjetër, lidhjen e njeriut me tokën. Zoti Ribaj, cilat janë problematikat që has mjedisi toksor në qytetin ku ne jetojmë?
Po to ka ndryshim nga deti, ka specifik tjetër që i ka të përqendruar të lokalizuara problematikat, nuk përhapen aq shumë siç përhapen në ujë. Problem madhor për tokën ngelet plastika përsëri, gjithë çfarë hidhet që groposen, që ngelet në Më fal, pa kaluar në pikat të tjera të bisedës. Pse plastika? Pasi tek deti, te ana e detit është e kuptueshme sepse konsumimi i plastikës në gjallësat edhe mëtej, po tek toka sepse do të jetë aty e përjetshme, do të bëhet pjesë e planetit tonë. Ashtu siç kemi pjesën materjen e planetit trashëguar nga natyra, tashmë këtë tutje ky planet do të ketë plastikën pjesë të tij përbërëse. Kjo është shumë gjë e rëndë kur e thua dhe të mendosh që do ju lëm trashëgimi brezave, gjithë brezave që vijnë do kenë trashëgimi ato plastikat që ne hedhim dhe ngelen në tokë. Tjetra në det, kjo është çështje e madhe. Pastaj probleme të tjera ne kemi me malet e bukura që ne kemi një problem shumë të madh me minerat e gurit. Çfarë problemi? Minerat e gurit që janë vendosura përgjatë lumit të Vlorës, që është dëmtuar shumë jo vetëm morfologjia e maleve, forma, pamja e tyre spektakolare, mahnitse, e jashtëzakonshme, që ne i kemi këtu se a dim vlerën, por na pëlqen kur na thon të huajt që i shohin për herë të parë. Mahnitse, gjithë lumi i Vlorës, mali Çikës, pjesa malit Çikës, qoftë nga ana perëndimore nga deti, qoftë edhe nga ana e lumit. Dhe nga ana e lumit po ushtrohen disa aktivitete miniera guri, normalisht edhe guri duhet, dhe ne duhet ta pranojmë, pra nuk mund të flasim vetëm, sepse tham, nuk mund të flasim vetëm për mjedisin, po njeriu do jetoj, dakor, duhen edhe gurët, ti marrim edhe gurët, por ka disa rregullore, janë parashikuar të gjitha me rregull se si mund të merret guri dhe se si duhet të rivitalizohet ajo natyrë, sepse mbasmarrjes së gurëve ajo shkatërrohet. Dhe ajo duhet të rivitalizohet, duhet të rikthehet përsëri në gjendjen e mëparshme. Dhe para që dëmtohet aty është bimësia si pjesë e ekosistemit. Po nga momenti që ne largojmë bimësinë, që është ajo çështje klimës, çështje madhore e kohës, çështje klimës, që na duhen sa më shumë bimë për të kapur karbonin. Po aty ti largon edhe shtëpinë e shumë kafshëve të tjera që jetojnë aty pyll. Duke filluar nga ato të mëdhaja që njihen nga njerëzit, po dhe nga deri tek mikroskopiket që nuk shifen me sy, që janë miliona lloje gjallësa që atyre ju prishet habitati i tyre, dhe kur dëmton një pjesë të një habitati me specit e tij, prish shumë ekuilibra në atë zonë. Po këto që jam duke thënë tani shumë pak njerëz mund t'i kuptojnë. Sepse nuk ja dinë rëndësinë kësaj pjese, sepse janë edhe disa gjëra të panjohura, të padukshme, të paperceptueshme nga njerëzit. Gjithsesi, le të ngelemi vetëm te zbatimi i ligjit. Ligji thotë shumë qartë, brenda çdo viti, çdo gurore duhet të rehabilitoj pjesën që ka dëmtuar dhe vazhdon më tej. Dhe çdo vit rehabiliton. Dhe rehabilitim do të thotë që jo thjesht të pastrojë sistemoj atë vendin aty, që patjetër, por duhet ta gjelbroj atë dhe të mos kuptohet që aty është hequr gurë, është marrur diçka që andej. Ndërkohë që këtë ne nuk e shohim asgjë kundi, absolutisht asgjë kundi. Janë gjithë ato gurore që po gërmojnë malet, po i marrin gurët dhe po tregëtojnë dhe po i shesin dhe dakor të bëhet biznes. Po nuk dim dhe ky biznes sa fitim prurës është dhe për komunitetin, se çfarë kemi parë deri më sot ne banorët e asaj zone, kur i pyet thonë që tek ne s'është investuar asgjë, është gjithë ajo pasuri monetare që merret në atë zonë dhe nuk investohet asgjë në atë zonë. Kjo është edhe më e çuditshme. Plus pjesa e natyrës së shkatëruar që duhet të rivitalizohet natyra dhe ekosistemi atje të jetë i shëndetshëm, sepse po pati probleme në ekosistem nuk mund të ketë edhe ato bagëtit e fermerëve nuk mund të jetë shëndetshme, dhe produkti mishi qurshëve nuk mund të jetë i shëndetshëm, dhe jeta e vetë banorëve nuk mund të jetë e shëndetshme, sepse natyra ka krijuar të gjitha së bashku dhe janë të ndërvarura me njëra tjetrën. Këtu në këtë foto. Ja, konkretisht për shembull ishin në fshatin e Vranishtit, atje janë 4-5 gurore dhe banorët thonë që asgjë nuk është rikuperuar tek zona e dëmtuar, ndër shumë vite, dhe dyta nuk kanë investuar ashtu siç e përcaktojnë shumë mirë legjislacioni që duhet, që nga kjo pasuri e këtij fshati duhet fitojnë edhe banorët e këtij fshati. Ata banorët aty ankohen për 3 kilometra rrugë që nuk ja kanë asfaltuar,
që s'ka ndriçim, që qendra e fshatit është shumë e shkatëruar, apo kanë probleme të tjera sociale për të moshuarit, për të rinjt, që mund të bëheshin investime nga pasuria e vetë vendit të tyre, po vinë e marrin disa janë grek, disa janë nga janë ca të tjerë, që vjen aty, marrin gurët dhe që është pasuria të komunitetit dhe nuk investojnë asgjë tek ai komunitet, ndërkohë që legjislacioni është i qartë dhe i prerë. Ndërsa për pjesën e natyrës, vetë kryeministri foli para disa muajsh me kryetarët e bashkive, sepse e di situatën se cila është, e njeh këtë situatë, patjetër, dhe ju foli kryetarët e bashkive që në asnjë mënyrë të mos vazhdohet në këtë me dëmtimin e natyrës dhe pa rehabilituar atë, ose të mbyllen guroret dhe ju la një afat deri në muaj dhjetor. Tani jemi në fund të marsit dhe asnjë nuk ka rikuperuar natyrën e dëmtuar dhe asnjë s'është mbyllur. Ju si e mendoni zgjidhjen e kësaj apo fundin e të gjithës kësaj që po ndodh? Pra, ne jemi gjithmonë te dilema e ekuilibrit midis zhvillimit dhe natyrës. Do ishte mrekulli e botës që natyra të mos prekej, por ne kemi nevojë edhe për gurët e malit. Ti përdorim. Kështu që nuk themi dot të mos përdoren gurët, të mos merren gurët, por shkencëtarët, studiosët, ambientalistët e kanë gjetur mënyrën se si që impakti negativ të jetë sa më i vogël. Dhe pse nuk zbatojnë këto ligje? Thjesht zbatimin e ligjet ekzistojnë dhe me legjislacion janë të detyruar të zbatojnë këto biznese. Problemi është pse nuk i zbatojnë? Sepse nuk ka kontroll, nuk ka monitorim, nuk ka përgjegjësi tek institucionet që kanë për detyrë t'i monitorojnë, t'i kontrollojnë apo t'i detyrojnë. Dhe nëse ata nuk pranojnë, atëherë duhet të ndëshkohen, duhet të bllokohen, duhet të dënohen për atë që kanë bërë, sepse ajo gërmada, themi atje, që është bërë atje, do restaurohet. Ka një kosto, kush do restauroj? Kështu që është një zinxhir problematikash të cilat duhet të themi stop problematikave. Nuk do themi stop të mos marrim gur, po do themi stop veprimtarisë negative mbi natyrën edhe mbi komunitetin. Ata, komuniteti duhet përfitojë në mënyrë absolute. Kemi parasysh me kolegët tanë në vendet e rajonit, një gurore paguan çdo vit 100.000 euro investime në komunitetin ku marrin atë pasuri, ku e përfitojnë atë pasuri. Dhe ne kemi dëgjuar që gurët e lumit të Vlorës shkojnë deri në Kinë, në gjithë botën, shiten me dollar, me euro, me yen kinez. Pra janë shumë të vlefshëm, është pasuri e madhe. Dhe dakord, le të vazhdojë ai aktivitet, po të përfitojnë të gjithë dhe natyra të rehabilitohet, ashtu siç e thot ligji. Por pyetja është logjike, a mund të ç'bëhen këto kontrata dhe të ribëhen në një formë tjetër, në një formë përfituese dhe cila do të jetë kostoja e gjithës kësaj? Dhe kjo nuk vlen vetëm për këtë çështje që ne trajtuam, po për shumicën e çështjeve në Shqipëri, e para kjo e dyta lidhur me implementimin e ligjeve dhe zbatimin e tyre. Sepse ne trajtuam mjedisin, por është kudo kjo zbatimi i ligjit. Qartë, ne kemi eksperjenca me këto gjëra. Dim mirë që çdo kontratë, për në shumë raste se ekzistojnë as kontratat. Po le të ngelemi te kontratat. Po. Në të gjitha rastet që ne njohim dhe dim, ka aq probleme nga bizneset, nga përdoruesit e natyrës, të mjedisit që marrin këto, ka aq shumë probleme. Ky gur lexon Kina atje mbi vete. Madin. Po ta fokusosh. Jo Madin, nuk është prodhuar në Kinë, po do shkojë në Kinë. Shkojë në Kinë. Ndërsa kjo është edhe diçka jo e zakonta, apo jo? Absolutisht. Që të shkojë deri në Kinë, mendon sa i vlefshëm është ai gur. Sa kjo është qendra e fshatit atje, e shkretuar, sikur është djegur, sikur ka rënë bomba. Në copë rruga atje, nuk i shtrojnë, nuk e rregullojnë banorëve. Edhe fshat me histori të madhe, me heronj, me dëshmor, me luftra, me njerëz të kulturës, të penës. Dhe shkojnë çmale të mrekullueshme. Shkojnë. Kënaqemi kur na i mburin të huajt. Kënaqemi, e thatë shumë bukur, kënaqemi kur na i mburin të huajt. Dhe le të kthehemi te legjislacioni. Nuk ka shans të mos kesh mundësi të bësh prishje të njëanshme të kontratave në Shqipëri me bizneset, sepse janë aq abuzive
Aktivitete biznesare që ke një hapësirë të jashtëzakonshme, në moment mund t'i bllokosh, në moment. Edhe t'i vësh të paguajnë edhe dëmet që kanë shkaktuar mjedisit edhe komunitetit. Kjo është vetëm deficiencë e ushtrimit të funksionit të institucioneve përgjegjëse. Absolutisht. Pyetja naive është pse nuk bëhet kjo gjë? Pse? Sepse duhet i forcojmë institucionet. Dhe si forcojmë institucionet? Në sistemin tonë, në demokraci, sa më shumë t'i lëmë ne të lirë të qetë, institucionet aq më shumë do bësohen. Kjo është absolute. Sa më shumë ne t'ju kërkojmë llogarit, i vëmë para përgjegjësisë, ata s'janë budallë. Din të punojnë edhe mirë. Kështu që është roli i madh joni i komunitetit, që duhet t'i ekspozojmë problemet, duhet t'i themi, duhet t'i kërkojmë llogari. Kjo që ke bërë, s'është në rregull. Ky ligj është shkelur, pse se zbaton. Ky komunitet, pse nuk fiton? Fitojnë kinezët dhe sfitojnë banorët e fshatit që e kanë ato gurin atje në miliarda vite në fshatin e tyre të trashëguar. Dhe s'do ta kenë, mos e ka vajtë Kina i guri. A ekziston një mundësi për bëhet fjalë për disa vite që ne përmendëm ato fshatra që bëhet fjalë për mjedisin dhe guroret apo jo, po për gjithë fshatrat në tërësi që janë të shkretuara, sidomos me largimin e njerëzve, emigrimin e merat, a mund të ketë një shans për rikthimin e jetës atje? Okej, në një farë mënyrë e thënë pak në mënyrë të thjeshtë, deri në farë mënyrë, deri në një farë kohë u rihetësua ajo zonë me kanabisin, me këto. Jo, të fundit unë nuk e di po. Të flasim për to të tjerat. Zhvillimi edhe civilizimi dhe zhvillimi i njerëzimit në 200 vjeçarin e fundit në gjithë botën ka qenë trendi drejt qendrave. Qytetet me porte, industrializimi, ndërkohë është marrur kthesa, por është ndoshta pa dukshme mirë për shumë njerëz akoma, që trendi i zhvillimit të njerëzimit, i zhvillimit social, ekonomik, nuk është më qyteti, por fshati, periferia, zonat rurale. Në termafat gjatë kjo, ndërsa në termafat shkurtër, për lumin e Vlorës që ne po flisnim, vërtet ajo zonë pothuajse është braktisur ndër vite, sepse nuk kanë qenë kushtet e mira të jetesës, ndërsa u rivitalizua shumë me rrugën e re që është bërë vitet e fundit. Dhe ka shumë njerëz që edhe banorë që shkojnë dhe vizitojnë dhe kthehen. Nuk besojnë nëse do ketë shumë që do rikthehen të bëjnë rezident të zonës, por të paktën shkojnë dhe vizitojnë, ose shkojnë, kam një shtëpi, një tokë, një kështu, mbjellin një pemë, dhe ajo që do ta fuqizoj shumë zonën do t'jetë turizmi. Absolutisht turizmi. Absolutisht, sepse ne shkojmë agjensi turistike, këta turistët e parë që vinë që shohim ne me biciklet apo ecin një ditë në atë rrugën e lumit të Vlorës, zvicerian, kishin flamur zvicerian, ata janë agjentët e agjensive turistike. Pra nuk është se janë thjesht ata njerëzit në thonjtë të shmondur që ecin. Jo, ata që vinë të parët vinë dhe shikojnë, dhe regjistrojnë, bajnë shënime dhe shkojnë atje dhe bëjnë projekte të tyre, planet e tyre për agjensitë e tyre turistike, për turistët e tyre, dhe janë shumë të rëndësishëm, dhe ata vetet shprehin kënaqësinë e jashtëzakonshme me natyrën e asaj zone. Pavarësisht ka ca probleme me plastikën, ngelim te plastikat, e menaxhimi i plastikës. Gjithmonë, por natyra atje është e mrekullueshme dhe do ketë zhvillim turistik. Vetëm duhet plotësojnë disa kushte të tjera, këto që tham, kanë ngel 3 kilometra rrugë të pasfaltuara, ajo qendra e fshatit duket sikur është e djegur, sikur ka dalë nga lufta, edhe disa elemente të tjerë të vegjël që rregullojnë lehtë dhe do ketë zhvillim, do ketë shumë zhvillim ajo zonë. Ndoshta unë besoj se kjo është një çështje akoma më madhore, si lidhet me globalizmin apo jo, sepse ky është një trend global. Globalizmi sot shkon drejt periferisë, nuk po largohet nga qendra. Është trend i ri që ka nisur, madje këtë rekomandojnë dhe shkencëtarët e natyrës. Dhe duhet të ruajmë tani periferinë që të mos shpërdorohet, të mos shkatërrohet nga kthimi drejt periferisë. Keni parasysh, njerëzit sa krijojnë pak mirëqenie dhe kanë mundjen të kenë një shtëpi në fshat, të kenë një banesë, të kenë një qendër aty, të shkojnë të relaksohen te natyra. Sepse jemi të natyra, na ka lind natyra. Ne jemi
lindur në fabrikë, jemi lindur në natyrë dhe i përkasim natyrës dhe pjesa më e shëndetshme jona është në natyrë dhe aty gjejmë kënaqësinë, qetësinë nga stresi jetës sociale, nga jeta e përditshme. Shiko, ne pak më parë trajtuam globalizimin edhe doja të bëja disa pyetje të shkurtra me interes publik lidhur me aktualitetin e sotëm. Çfarë impakti ka, sepse ju keni një njohuri biologjike, dhe çfarë impakti ka lufta apo armët kimike në rastin në skenarin më të keq të mundshëm? Çfarë impakti do të kishte në glob, në planetin ton? Kur flasim për kimi, flasim për diçka, për reaksione kimike. Reaksione kimike, absolutisht. Dhe reaksionet kimike varet nga produktet që ato nxjerrin. Në rast kur flasim për luftë, do të thotë që ka të bësh me substanca kimike ekstreme, dëmtuese. Ndryshe nuk do të qeshin ato armë kimike. Edhe ato janë shumë të rrezikshme, sepse shkaktojnë dëmtim në masë. Dëmtim në masë të popullatës, të njerëzve, të kafshëve, të bimërve, por lën edhe gjurmë në mjedis, edhe për brezat të tjerë, shumë nga substancat që janë të qëndrueshme. Substancat kimike ne vlerësojmë si mbas jetëgjatësisë së tyre në mjedis. Ka disa që jetojnë gjatë, ka disa që jetojnë shkurt. Për shembull, për kurreshtjen e tyre që dëgjojnë, hidrokarburet, nafta, është ndotës shumë i madh. Por nafta biodegradohet. Mbas 2 vjetësh nuk do gjesh më gjurmë të saj. Dhe ai mjedis do rivitalizohet, sepse vetë nafta është organike. Është pjesë e mjedisit. Është pjesë e mjedisit. Dhe dëmi do jetë i kufizuar në kohë. Por kemi substanca që jetojnë shumë gjatë në mjedis. Ato janë shumë të rrezikshme. Ato janë më të rrezikshme, pavarësisht që janë më të padukshme apo bien pak në sy. Dhe nafta ka perceptimin shumë të keq. Por nuk është ajo aq e keqe sa shumë të tjera që zduken me sy. Siç janë për shembull kimikatet që janë përdorur në bujqësi. Është përdorur heksaklor ciklohekzani, DDT-ja në bujqësi. Ajo ka moshën e gjysmëshpërbërjes saj 260 vjet. Mendo ti sa rrezikshme është. Ose për shembull janë këto kimikatet që i thon gurkali. Gurkali, po. Ajo shpërbet, brenda 2 javëve shpërbet. Është dëmtues, ndotës, kimikat, por afat shkurtër. Të gjitha ato kanë impakt negativ, po e rankojmë impaktin si mbas jetëgjatësisë tyre në mjedis dhe ndikimit sigurisht të shëndetit. Mua, gjatë kohës që ne po flisim, mua më kujtua një pjesë gjatë kohës që isha nxënësi juaj, kur po trajtonim objektet e modifikuara gjenetikisht në një orë mësimore, dhe në një pjesë të mësimit u përmend që në kuptim të figurshëm janë aq të dëmshme këto, saqë edhe krimbat te fruti nuk shkojnë. Pra, se ideja është një frut me OMG. Është e vërtet. Po kam frikë se do të trëmbim njerëzit me këto. Ama është real apo? Po që nëse do të flasim për realitetin. Po të themi realitetin, të jemi realist. Planeti jonë është i matshëm, kapacitetet e tij. Dhe numri i njerëzve është shumë më i madh nga kapacitetet natyrore të mbajtjes së njerëzve. Kjo popullat sot jeton me ushqimin që prodhohet me sforco, jo në natyrë, jo natyral plotësisht. Dhe nuk ka zgjidhje tjetër. Ndaj ca gjëra ne ja shkalojmë dhe si themi të gjitha, sepse nuk një gjë që e evidenton që është problem dhe si jep do dhe zgjidhje, ndonjëherë është më mirë të mos e thuash. Sepse duhet t'u japim dhe zgjidhje njerëzve, duhet t'i orientojmë se çfarë, si përmirësohet situata. Sot shumë nga frutat, perimet, zarzavate, drithra janë OMG. Janë të modifikuara gjenetikisht në ADN-n e tyre. Dhe kjo pranohet në heshtje për faktin se pa ato nuk do të ushqenim do të gjithë popullatën. Nuk ishte kolaps? Po, absolutisht. Është një nevojë e keqe, nevojshme, domosdoshme. Problemi që ndron që ne nuk do gjejmë më dot as fara natyrale, sepse dhe ato që nuk i modifikojmë në laborator, se jo të gjitha i modifikojnë, sepse ka kosto modifikimi dhe nuk është nevoja, po modifikojnë ato që përdoren më shumë, që kam shumë konsum, që kam shumë nevojë tregu.
komuniteti, populata, për ushqim. Besoj se drithra. Molla, drithra, zarzavatet këto. Por edhe ato të tjerat që janë të egra dhe si kanë ngacmuar njëri, kryqëzimi pjalëmimi i tyre me OMG, edhe ato duan dhe ato nuk është vështirë të gjesh me natyrale të pastra, genetikisht pastra, natyrale të natyrës, që të bedhin që me qartë se qa problemi ka, pse ka problem këto OMG-t. Që ta shpjegojnë që thjesht, trupi njeriut, qelizat, reakcionet që ndodhin brenda saj, substancat që ai do, në miliona vite janë ato të natyrës. Dhe ai njeri që është sot është produkt i asaj lënde, i atyre materialeve, atyre molekuleve, atyre ushqimeve. Njeriu sot i shëndetshëm. Ndërkohë që sot nuk i gjen me ato, po merr disa të tjera, atëherë nuk do kesh të njëjtën biokimi të njeriu, nuk do kesh atë shëndet që ka pasur. Absolutisht. Qofse është e qartë. Po është më së qartë. Edhe si rrjedhimi i kësaj desha të pyesja, çfarë mendimi keni ju për mjekësinë alternative? Gjë që është mjekësia alternative është afër natyrës. Dhe këtë jemi duke promovuar natyrën dhe të mirat e natyrës. Sa më afër natyrës, aq më shëndetshëm, në mënyrë absolute. Sa më afër natyrës, aq më shëndetshëm. Dhe vetë këto ilaçet, medikamentet ndaj quhen barna, se kanë pasur gjenë nga barishtet, nga natyra. Tani prodhohen sintetike në industrira, me teknologji dhe normalisht që kanë efekte anësore, ndërsa ato të natyrës që me ato thamë, është krijuar trupi njeriut, ka evoluar njeriu në miliona vite në natyrë, me ato lëndë, ato janë shëndeti njeriut. E basa. Por ne deri tani trajtuam dëmet që shkaktojnë natyra apo njeriu natyrës. A ka aftësi natyra të rishërojë veten? Ose të rigjenerojë? Ka shumë, kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet dhe me këtë njerëzit abuzojnë çik se natyra rikuperohet. Po ti marrim dhe disa nga këto që tham, tek që të jetë më e qartë. Për shembull, problemi i daterit në Karaburun që është thyra i shkëmbi. Aty natyra do ta rikuperojë këtë dëmin. Por rikuperimi i dëmit me daterin do të paktën 30 vjet. Të paktën 30 vjet. Ku një brez njerëzor është 25 vjet, llogaritet 25 vjet. Do më shumë se një brez njerëzor. 30, 40 vjet mund të. Më falë, supozuar që mos të dëmtohet më. Mos preket më. Mos të preket më. Mos preket më. Ama do rikthehet mbas 30 vjetësh. Ndërsa problemi për plastikën që ne tham që parë, nuk ka se çfarë ti bëj natyra. Natyra me faktorët e saj e grimcon, por deri në nivel molekular mund ta çojë. Po më tej molekulën e plastikës nuk e zbërthen dot. Në miga apo nanë. Ajo plastik do ngelet. Plastik do ngelet. Polimeret e plastikës nuk shpërbëhen në natyrë. Kjo është shumë më e rrezikshme që do ja lësh gjithë brezave. Pa karaburoni për brezat e tjerë, mbase do lëra atë do bëhet. Për sa i përket stresës së ozonit, që kemi dëgjuar shpesh, biles është përmundur gjatë pandemisë që pati një lloj ozoni. Jo, ozoni nuk ka informacion të qartë publik për ozonin. Ozoni pati një defekt të madh me këto klorofluorokarbonet, me freonet që u dëmtua ozoni, janë këto gazet ftohëse. Dhe kjo është rikuperuar, sepse bota reagoi shumë shpejt, mbasi u njohën dhe u evidentua dhe u reagua dhe janë hequr nga qarkullimi. Gazet ftohëse që përdoren që ftojnë kondicionerët dhe frigoriferët. Dhe sot nuk gjen më dot në treg nga këto freonet që dëmtojnë ozonin, dhe ozoni prodhohet vetë në atmosferë nga rrezet ultraviolet të diellit që zbërthejnë oksigjenin dhe formohet O3-shi, dhe realisht nuk ka problem planeti sot nga ozoni, ose mund të jetë shumë i vogël. Por çdo ditë duke u rikuperuar ajo që the, ajo elasticiteti që ka natyra për të rikuperuar vetveten. Por i ka ngelur emri ozonit. Dhe kjo ka lënë gjurmë në mendjen e njerëzve. Problemi nuk është ozoni, është një gjë tjetër problemi që ne duhet ta themi me të madhe. Cili? Është karboni në atmosferë. Karboni është shtuar shumë. Karboni është fjala për tymrat, të themi thjesht. Tymi i makinës, tymi i fabrikës, tymi i zjarrit, tymi i pyllit. Dhe ky karbon është shtuar shumë dhe shtimi i tij krijon një efektin e serës në planet.
Efekti serës që i lejon rrezet e diellit që të depërtojnë, futen brenda serës, e ngrohin sipërfaqen e tokës dhe pastaj toka nuk je me tonë si rreze, po je me tonë si temperaturë, energji termike. Nga energji dritore, energji termike dhe energjia termike nuk del dot jashtë serës. Hyri si dritë dhe duhet të dali si energji termike. Dhe planeti bën freskimin gjatë natës, ngrohet gjatë ditës me energjinë dritore dhe gjatë natës si energji termike emetohet në hapësirë. Ndërsa sasi e shtuar e karbonit nuk e lejon të dali mjaftueshëm energji termike. Dhe planeti gdhiet në mëngjes jo i freskuar aq sa duhej dhe ka një temperaturë të shtuar dhe mbi këtë nis ngrohja ditore përsëri. Dhe kjo është ajo që quhet ngrohja globale. Pra kjo është nga karboni, jo nga ozoni. Dhe kjo ka shkaktuar shumë probleme, ka shkaktuar ndryshimin e klimës, po dhe kjo është çike vështirë të perceptohet nga shumë njerëz për faktin se Zgjidhja e nivelit të detit ndoshta. Po niveli i detit, por që ta themi më qartë, fenomenet që natyra ka pasur gjithmonë, nuk i ka më sot. I ekstremizon. Në dimër temperaturën e bën më të ulët nga çka qenë, në verë më të lartë nga çka qenë. Rreshjet në dimër i shton, në verë i pakson. Era bëhet më e fuqishme. Pra ekstremizon fenomenet. Absolutisht era po, normal. Sepse janë të njëjtat fenomene që ka qenë pardje, ne kishim zbaticën. Zbatica është fenomen natyror, normal, nuk është anormal. Por ajo po ekstremizohet, nuk është në ato parametra që ka qenë. Pra fenomenet e natyrës kanë kapërcyer parametrat e tyre, kufijt e tyre. Dhe çështja që ndron që nuk është se kanë bërë një kapërcim dhe janë aty, por ecin gradualisht duke u larguar nga qendra e tyre që ka qenë nga normaliteti i tyre. Por kjo ka ndikim të jashtëzakonshëm në jetën e planetit. Dhe kur themi jeta e planetit, nuk themi vetëm njeriu, por flasim për gjithë ekosistemin dhe duhet jetë e qartë dhe për ata që se kanë qartë, që jeta e çdo gjallëse është e varur nga të tjerat, është e ndërvarur sepse jetojmë me ekuilibër. Ekuilibri është delikat. Mos duket e parëndësishme një kafshë apo një bim. Ajo prish ekuilibrin. Le të mos ushqehemi ne me atë drejt për drejt, po ajo prish ekuilibrin. Prish shëndetin tonë. Dhe shëndeti njeriut është bërë delikat. Një nga arsyet është kjo. Një nga arsyet e dobësimit të imunitetit. Imuniteti njeriut që ne kishim kryefjalën e 2 viteve të pandemisë. Imuniteti ishte arma më e rëndësishme e shëndetit njeriut për të shpëtuar nga pandemia, se sa doktori dhe ilaçet apo masat që mbahen e imuniteti. Po çfarë është imuniteti? Imuniteti krijohet nga natyra. Nga marrëdhënia e njeriut me natyrën, me ushqimet, me ajrin, me ujin që pi, nga ekuilibrat që jemi duke thënë. Dhe gjitha kjo mund të jetë një tezë e fortë për të jetuar në fshat, apo jo? Të kthehemi së Absolutisht, po duhet ta themi me rezervë që njerëzit mos shkojnë me vrapë ta shkatërrojnë, por të shkojnë, ta përdorin fshatin, ta ruajnë dhe ta zhvillojnë, të mbjellin pemë, ta ruajnë në fshati ka një problem të madh nga erozioni, tani që ka qenë i braktisur nga njerëzit, ka shumë erozion, sepse ka qenë jashtë kujdesit të njerëzve, nga që ka shumë pak njerëz në fshat. Po ka fituar një benefit të madh fshati sepse ka zhvilluar bimësi të mirë, atje ku nuk e djegin, shumë fshatra po i djegin të merrsisht në lumin e Vlorës, po duke kaluar rrugës shikon pjesë të djegura që jo vetëm shëmëtia që i dëmton që dëmton peizazhin dhe vlerat turistike natyrore, shëndetësore të njerëzit, por atje shkatërrohen ekosistemet tëra, gjallësa dhe çështja e karbonit që po themi. Shiko, ekzistenca jonë apo jeta jonë lidhet ngushtë edhe me energjinë apo jo? Pyetja është, a mund të zëncohet energjia fosile apo ajo energjia e pa ripërtërishme me një energji të ripërtërishme? Mirë, shiko, më mirë të përdorim termin energji e pastër apo e pa pastër. Po. E pastër është ndikimi që ka në mjedis, në natyrë. Normalisht koha këtë njohu dhe këtë zhvillojnë energjinë fosile të naftës të qymyrit. Dhe tani mbas të paktën 200 vitesh bën bilance shumë negative të ndikimit të fosileve në natyrë. Sepse janë këto fosile përgjegjëse për ngrohjen globale, për karbonin në atmosferë. Edhe më lejo të them edhe një gjë tjetër, se cila është zgjidhja me karbonin.
ta themi thjesht qartë kështu. Pemët e kapin karbonin, që bëjnë fotosintezën, që rrisin masën trupore të tyre. Dhe sa më shumë pemë të mbjellim, aq më shumë ulim sasinë e karbonit nga atmosfera dhe përmirësojmë klimën tonë. Pra zgjidhja e klimës është shumë e thjeshtë. Të mbjellin sa më shumë. Sa më shumë pemë, po pemë shumë vjeçare, që krijojnë trumë, sepse brenda trupit tyre celuloza ka karbonin. Mos hyjmë në hollësi të tjera. Dhe tek energjia, është energjia diellore, energji shumë e pastër dhe impakti në mjedis është shumë i vogël. Kush është impakti në mjedis me energjinë diellore? Thjesht aty ku vendos ato panelet diellore, ato mbulojnë dhe bëjnë hije një sipërfaqe toke. I vetëm impakt negativ që ka për mjedisin. Asgjë tjetër. Ndërkohë që ne kemi mundësi se ku t'i vendosim, ose të mos i bëjmë shumë të ngjeshura dhe të dëndura, po të lëmë me distanca, me ka gjëra teknike. 300 ditë në vit ne kemi diell. Absolutisht në energji shumë e pastër, shumë e pastër. Duhet të largohemi nga hidrocentralet, sepse... Edhe kjo nuk mund të quhet një diçka e pastër, apo jo, pasi ka dëme të mëdha. Po, hidrocentralet shkatërrojnë natyrën. Shkatërrojnë shumë natyrën. Transformojnë natyrën, ekosistemet, që ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e banorëve atje të zonës. Po shëndeti, se po thoshte një banor në fshatën dhe i lartë në Lugën e Vlorës, që më duhet mua zhapiku, se s'do jetoj zhapiku pa ujë. Sepse është mungesë një urish, që vërtet zhapiku nuk të duhet, por drejt për drejt, por ishtë pjesë e rrjetës ekologjike dhe ti e një nga nyjet e rrjetës ekologjike, ashtu se është dhe i zhapiku dhe kur prishet ajo nyja atje, do pësuet dhe rrjeta jote. E gjitha tjera me radhe dhe aq më tepër disa projekte hidrocentralesh që hartojnë ditët e sotme që fusin ujë në tuba, është ekstremizëm, që thajnë lumin, bie niveli i ujit në toksor, thahen burimet, thahen pemët, sepse gjithmonë ka një regjim ujor në toksor, që rrinjtë e pemëve shkojnë aty dhe marrin ujin. Kur ju aull këtë nivelin e ujit, ato detyrimisht do thahen dhe shkretërizohet toka. Po shkretërizohet tokat, mos kesh bim dhe pemë, do ngordhin edhe kafshët dhe mikrogjallësa dhe të gjitha. Dhe çangelet pasaj për njeriu, ka shumë probleme. Përmbytje një ide paksa më të qartë, ndoshta edhe për publikun e gjerë, në një rast hipotetik, cili është dëmi më i madh që shkaktohet nga cili është dëmi më i madh nga një termocentral apo hidrocentral? Të dy janë shumë negativ. Hidrocentrali ka një zinxhir ngjarjesh negative që ishim duke. Po, është edhe indirekt. Po, ndërsa termocentrali ka vetëm një të keqe. Sepse prodhon karbon, punon me fosile. Ishte ajo që thamë për klimën. Ai kontribon negativisht për klimën. Nuk është zgjidhje shëndetshme e suksesshme. Janë gjëra që kanë ngelur shumë demode, shumë të prapambetura që nuk duhet i zhvillojmë sot. Ja po dëgjojmë lajme të reja që do ndërtojnë parqe fotovoltaike, shumë e rëndësishme. Është mrekulli që të marrësh energjinë e diellit, është energji e pastër, drejt për drejt. Dhe ne promovojmë këtë. Edhe me naturalistët e gjimnazit Alidemit, kemi për të bërë një promocion të tillë. Do ndërtojmë diçka në oborrin e shkollës dhe do avëm aty afër bulevardit që ta shikojnë dhe qytetarët, se si me energjinë e diellit mund të marrësh ujin e nën tokës dhe energjia e pastër dhe të përdorim jo ujin publik të bashkisë ta shpërdorojmë për të ujitur lulet e shkollës, por do të marrim ujin e nën tokës. Ky në i pusi? Po, me energji diellore. Po për sa i përket çobanëve që do të përdorin energji diellore, çfarë mendimi keni? Absolutisht, është sukses i madh për ata. Kur shkojmë në male dhe i gjejmë në stanet e tyre, po, me panel diellor. Ti kupton ti por cila qendrën e vërteta? Cila e vërtet? Është normale, është shumë normale. Sepse okay, kur e shikon në media apo në një portal apo në diçka në telefon, të duket paksa qesharake. Egzageruar. Jo, shumë normale sepse çobani sot duhet të ketë dhënë celularin e tij, telefonin e tij që të lidhet me pjesën e botës, si gjithë të tjerët, me njerëzit e tij apo me biznesin e tij apo me të shofi të mësoj të dëgjoj. Pse jo, dhe është kjo mundësi, pra, është jo vetëm energji e pastër, po jep mundësinë e vitalizimit edhe të aktiviteteve dhe bizneseve në mal. Në zona të thella, është shumë e rëndësishme, ka drita elektrike, ne promovojme edhe këtë nëpërmjet kampingjeve, kemi drita
lampat elektrike me panelin diellor. Që karikojnë ditën dhe punojnë natën. Po, aty karikon dhe telefonin. Shiko, lidhur me zhvillimet që po ndodhin në botë rreth supermarketëve më të fuqishëm janë orientuar drejt energjisë së pastër. Vlen të përmendet përdorimi i makinave elektrike. I pari që nisi ishte Elon Musk. Pyetja është, kjo gjë ka ndodhur për arsye të thjeshta kalkulime matematikore në biznes apo kanë pasur një ndërgjegje lidhur me natyrën? Tani kjo mund të quhet çështje gjeopolitike dhe nuk e jap një përgjigje të saktë, por ajo që vlen të themi ne dhe ta komentojmë është shumë pozitive. Është shumë pozitive sepse, është ajo që tham, ndalon përdorimin e fosileve, emetimin e karbonit, ngrohen globale, ndryshimet e klimës dhe na kthen në një energji shumë të pastër, përdorimin e energjisë elektrike, por dhe në këtë rast ky rast ne duhet të flasim që ato bateritë e makinave të mos karikohen me energji termocentralesh, por me panele diellore. Dhe kjo është pjesë që duhet i shtohet projektit të Elon Muskut. Ose pike dobët që ngelet dhe të këto bateritë e litiumit duhet të mirë menaxhohen mbetjet kur ato të kthehen në mbetje. Duhet të menaxhohen dhe të riciklohen, të mos ndotet mjedisi. Për sa i përket për të vazhduar dhe një pyetje të vetme, aktivitetin e Elon Muskut. A mendoni ju si një i biologjisë që do të ketë një jetë të krijuar në planete të tjera lidhur me projektet e tij? Pasi mund të ketë një interes të gjerë për publikun. Në njohuritë tona duhet jemi të saktë që të flasim diçka të saktë. Po nuk pati kushtet të jetesës si në këtë planet, nuk mund të flasësh asnjëherë që do të jetosh një planet tjetër. Sepse nëse vutre ne po flisnim për disa ndryshime të lëndës nga OMG-t dhe po flisnim për probleme në shëndetin e njerëzve. Te imuniteti sidomos, sepse tham që trupi njeriut dhe funksionimi i tij është në bazë të materialeve të kësaj natyre, në miliona vite, të lëndëve të kësaj natyre, molekulave të kësaj natyre. Dhe nëse në një mjedis tjetër nuk gjejmë po këto, s'mund të flasim për një jetë, jo vetëm shëndetshme, por s'mund të flasësh fare për jetë. Por këtë ne nuk e dim, nëse ekziston një planet tjetër si ky joni, që këta njerëz t'i çosh atje. Kjo është temë tjetër pasi. Është çështje tjetër. Nëse kemi njohurin. Tani doja të ka shumë thashë theme. Po, janë thjesht në nivelin e thashë themeve. Doja të riktheheshim sërish në mjedisin tonë, lidhur me sloganin mendo globalisht dhe vepro lokalisht. Të të veprorit lokalisht, si mendoni ju, si mund të ndikojmë ne në ndërgjegjësimin e popullsisë lidhur me mbajtjen e pastër të mjedisit, por jo vetëm sepse kjo është hallke e fundit. Hallke e parë janë politikat mbrojtëse të mjedisit. Ai slogani është shumë i bukur dhe duhet kuptuar në këtë kontekstin që ne folëm që problemet e mjedisit janë probleme globale. Sidomos ekosistemi detar që ne thamë që përhapet shumë lehtë çdo gjë që hedh në det. Për shembull, ne jemi pjesë një iniciative mesdhetare të ndotjes nga plastika, që drejtohet nga princi Monakos, Alberti II. Dhe çdo vit ftohemi, jemi atje dhe tani ishim para një jave përfaqësues të organizatës tonë në forumin mesdhetar kundër plastikës, sepse ata tregojnë me dhimbje që etiketat bidonave të ujit tona i kanë gjetur dhe atje. Kështu që çështja është globale. Ndërsa për ta zgjidhur çështjen globale ne duhet të veprojmë lokalisht. Ne s'mund të shkojmë të pastrojmë Monakon. Po këto mbetje tona këtu ti pastrojnë, ti menaxhojnë, ti mirë menaxhojnë. Me kontrata pune edhe mund të shkoni. Ne po ti menaxhojmë këtu, nuk është nevojë të shkojmë atje. Ti gjejmë atje se duhet të ndalojmë që këtu. A besoni ju se ashpërshtirimi i ligjit është e gjitha ajo piknisja ku fillon apo ajo zgjidhja? Nuk mendoj se duhen ashpërstuar shumë ligjet. Mendoj që duhet të zbatohen ligjet. Dhe zbatimi i ligjit duhet të fillojë nga institucionet të zbatojnë ato, sepse kanë për detyrë të zbatojnë. Qytetari është pjesa fundore e zbatimit të ligjit. Se ndonjëherë shikojnë në të kundërt, ja edhe në fajin qytetarit. Ja, ky e ndoti, ky e bëri. Qytetari ka zgjedhur disa institucione, paguan disa institucione që të punojnë për të.
Kështu që puna duhet fillojë nga lart poshtë. Qytetari ka nevojë për ndërgjegjësim, po. Por institucionet nuk kanë nevojë për ndërgjegjësim. Kanë nevojë të punojnë, ta hapin ligjin, ta lexojnë, ta zbatojnë, të shërbejnë komunitetit, normalisht dhe natyrës, mjedisit të gjithave së bashku, deri tek qytetari i fundit. Bashkëngjitur aktivitetit tuaj si drejtues i SIP, ju keni edhe pjesën tjetër të profesionit si mësues në Gjimnazin Alidemi, apo jo? Cili është raporti juaj me nxënësit, me kolegët, me shkollën? I shohim tek Mehmet që na nxjerrin. Tek Mehmet. Marrëdhënia jonë me natyrën, edukimi, promovimi i natyrës. Është krye fjala, është ose fjalë kyçi jonë që në kontaktet e përditshme me ta. Gjithmonë kemi natyrën në qendër të çështjes. Duke qenë se unë kam qenë një nxënës i juaj, vlen për të theksuar se ju nuk jeni ai portreti i mësuesit të rep, të strikt, jeni një figurë dashur për nxënësit apo jo, pasi ju përmendët Mehmet. Por nuk besoj se Mehmet kanë qenë të këqija për ju. Absolutisht. Mua më pëlqejnë sepse nëpërmjet atyre marrim një feedback se si na perceptojnë ata, sepse ne atje jemi për ata në funksion të atyre. Dhe është mirë të dish se si ata të perceptojnë, që të dish si të reagosh, si të vazhdosh ashtu apo duhet diçka të ndryshosh për të qenë sa më i vlefshëm për ata, për t'ju dhënë atë edukimin për natyrën, për mjedisin, edhe në aspektin social patjetër, sepse ne në gjitha aktivitetet tona e trajtojmë natyrën dhe mjedisin në funksion të jetës. Por në këtë moment të jetës tuaj dhe karrierës, cili është vizioni për të ardhmen, apo ajo destinacioni që ju synoni të arrini? Normalisht në këtë stat ku kam arritur, unë s'kam destinacione më të zgjatas, vetëm vazhdojmë përpara me këto që kemi, dhe të vazhdojmë ta promovojmë natyrën, të edukojmë njerëzit për natyrën, sepse natyra është jeta, vetë jeta është natyra, shëndeti i njerëzve, dhe po të jetë shëndeti, vinë gjithë të mirat mbas saj. Është e rëndësishme, ose edhe kur duam të ngacmojmë natyrën, se duam të bëjmë biznes, duam të përfitojmë, duam të bëjmë turizëm, dakord, s'jemi kundër. Por të ruajmë maksimalisht natyrën, mos e shpërdorojmë. Ose ta zhvillojmë, ose të investojmë te natyra. Por jo ta shfrytëzojmë. Po të paktën të investojmë diçka, ta restaurojmë, ta rikuperojmë. Për të rikujtuar edhe një herë për publikun e gjerë, cilat janë format që mund të kontaktojmë me ju për çdo lloj pyetje, çdo lloj interesi që kanë, çdo lloj iniciative që rrjetet sociale unë mendoj që janë më të mirat sepse gjendet shkollaj në rrjetet sociale, edhe si person, edhe organizata SEPI, ose rrjeti organizatave mjedisore që përsëri drejtojnë Vizioni Gjelbër. Vizioni Gjelbër në Facebook apo jo? Vizioni Gjelbër që merret me çështje madhore të mjedisit. Po telefoni pse jo. Po unë mendoja të kam quajtur si mënyrën më të lehtë për të komunikuar. Shkruan diçka aty në Facebook apo në Instagramin e këtyre organizatave, ose naturalistët, kemi Instagramin e naturalistit atje, se Facebookun e kanë braktisur të rinjt. Po. Nuk kanë në Facebook. Dhe në fund, çfarë mesazhi keni ju për publikun e gjerë? Natyra është jeta, ruaje natyrën kurseje për vete dhe për brezat. Ruaje të ruaj. Ruaje të ruaj. Kjo është tamam ruaje të ruaj. Kjo me natyrë. Të nderuar teleshikues, patëm kënaqësinë të ishi në studio me zotin Simon Ribaj, dhe njëkohësisht ishte mësuesi im dhe do të jetë gjithmonë mësuesi im, drejtuesi në SEP, Social Education Environment Protect. Ju falenderoj për vëmendjen dhe së bashku do të shihemi në emisionin e ardhshëm.